Pasi mazhoranca refuzoi mocionin me debat, komisionin e posaçëm dhe miratimin e një rezolute, 45 deputetë të opozitës kanë dorëzuar në kuvent kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor për abuzimin me fonde tipard. Nisur nga investigimi i emisionit Plug, që zbardhi shumën e abuzimit dhe personat e lidhur me politikën që përfituan grante tipard, Partia Demokratike shprehet se për shkak të abuzimeve me 33 milion euro, fermerëve shqiptar u janë mohuar grante tipard 3 në vlerën e 112 milion eurove, ndërsa abuzimet në Shqipëri cilëson si kriminale. Olafi rekomandoi Komisionit Evropian që ta konsideronte një pjesë të financimit të thirrjes së parë dhe të dytë për programin IPARD 2 në shumën 33 milion euro të papranueshme, çka më pas solli edhe pezullimin e këtyre fondeve. Po ashtu u pezulluan edhe fondet e programit IPARD 3 në shumën 112 milion euro, pra si rezultati shkeljeve shumë serioze të detyrimeve ligjore dhe kontraktuale, të cilat Olafi konsideroi si kriminale dhe korruptive. Fermerëve shqiptar u mohua mundësia për të përfituar 112 milion euro mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPARD 3, pjesë e marrëveshjes skuadër IPA 3. Në projekt draftin e Partisë Demokratike për ngritjen e komisionit hetimor, theksoi gjithashtu se fondet e IPARD kanë përfituar në xhepat e zyrtarëve socialistë dhe grupet kriminale, ndërsa kjo situatë ka penalizuar fermerët shqiptar. Nga investigimet e kryera nga mediat shqiptare ka rezultuar se funksionar publik, familjar dhe lidhje shoqërore të tyre apo dhe eksponent të krimit të organizuar kanë përfituar qindra mijëra euro nga fondet e programit IPARD 2, duke përforcuar kështu gjetjet dhe konkluzionet e zyrtarëve evropian. Lista e bërë publike sigurisht nuk është heruese, por është ilustrimi i problematikave dhe shkeljeve të mundshme që ka rezultuar gjatë zbatimit të programit IPARD 2, i cili ishte parashikuar për t'u ardhur në ndihmë fermerëve shqiptar dhe familjeve të tyre. Në përfundim, opozita bën të qartë misionin e komisionit parlamentar. Komisioni hetimor do të përqendrojë punën e tij në njohjen dhe verifikimin në thellësi të lishmërisë së veprimeve të kryera nga zyrtarët shqiptar gjatë fazës së përzgjedhjes së aplikimeve fituese të fondeve të programit IPARD 2, si dhe gjatë fazës së zbatimit të projekteve të miratuara. Komisioni propozoi të ketë në përbërje 11 antar, nga të cilët kryetari dhe 4 antar i përkasin grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe 6 antar grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në fillim të muajit tetor, emisioni investigativ Plug publikoi të dhëna tronditse, ku fondet e dhëna për fermerët shqiptar përfituan në xhepin e zyrtarëve të Partisë Socialiste apo dhe personave subjekti organeve ligjzbatuese.